Atëherë kryemi tek dhoma e projektorit e filmit. Kjo është dhomë filmi që ne e quajmë, në fakt kjo ka shërbyer si kuzhinë e familjes në apartamentin origjinal që duhet theksuar në këtë moment që është bashkimi i dy apartamenteve. Kjo hapësirë ku ne jemi tani është një nga apartamentet që kanë pasur familjet e kohës dhe ajo pjesa ndej është një apartament tjetër. Kadareja i ka pasur sigurisht të dyja, një bashkim dy apartamentesh dhe prandaj në muze mund të futesh nga të dyja shkallët, edhe nga hyrja kryesore dhe nga hyrja dytësore. Kjo dhomë është menduar t'i kushtohet filmave të cilët janë skenarët e të cilëve janë bazuar në romanet e Ismail Kadares. Një pjesë të cilëve ai ka shkruar vetë skenarët, po një pjesë tjetër i kanë shkruar të tjerë. Ndërkohë këtu në projektor kemi, për shembull, këtu në këtë moment jemi eksakt në studion që ne e pam pak më herët. Ajo është tavolina e punës së shkrimtarit, pak më vonë shfaqet edhe biblioteka në sfond, por është një ndërthurje, po themi, e Tiranës së kohës me shkrimtarin Ismail Kadare, dhe këtu shihet dhe një lloj ndryshimi urban që i ka ndodhur Tiranës. Këtu janë imazhe të rralla të Ismail Kadares. Videoja është fal një bashkëpunimi që ne ekipi asaj kohe ka pasur me arkivin qendror të filmit. Dhe janë mundur të sigurojnë këto pamje shumë të veçanta të Kadares. Dhe patjetër që e gjithë dhoma është e rrethuar me fotografi, të cilat janë nga sheshet e xhirimit të filmave mbase më të rëndësishëm të kinematografisë shqiptare të asaj kohe. Kemi gjithashtu edhe dy postere që janë vepra arti më vete. Në fakt, Shtetërrethimi, që është ky këtu, Nusja dhe Shtetërrethimi, është skenari Elena Kadares, por shumë i rëndësishëm, po. Shumë i rëndësishëm, le të themi, për këtë shtëpi, sepse është për shërte shkrimtarit, dhe patjetër që kemi filmin Ballë për Ballë, i cili është me skenar të Ismail Kadares, jo thjesht i bazuar në veprën e Kadares, siç mund të jenë disa filma të tjerë. Pra Ismail Kadarea e ka thënë dhe vetë që nëse nuk do të ishte shkrimtar, do të ishte një kinast, edhe në fakt ka shkruar shumë skenar vetë. Tentativa në base ndoshta që i ka dhënë për më shumë është fakti që nuk mundi dot të realizonte vetë skenarin e Gjeneralit Ushtrisë Vdekur, prodhimin e kinostudios, sepse e dërgoi skenarin, nuk e pranoi bordi i kohës dhe pastaj ishte Dimitër Anagnosti ai që e finalizoi, po themi, skenarin e bëri ndërhyrjet e dhura dhe i dha jetën në fakt filmit, por nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që Gjenerali Ushtrisë Vdekur ka dy versione në gjuhën shqipe, Kthimi i Ushtrisë së Vdekur, prodhimi radio televizionit shqiptar, dhe Gjenerali Ushtrisë së Vdekur i kinostudios. Dhe patjetër dhe një i huaj, një prodhim i huaj. Po shumica e shqiptarëve që vinë e kanë parë filmin, po e dinë që është Ismaili që ka shkruar? Patjetër që po. Po thoni për Ballë, po. Në fakt, të jem të sinqert, për Ballë nuk e kanë shumë të qartë që është skenar i Ismail Kadares. Edhe sepse vërtet ai është bazuar në Dimrin e Madh, po nuk ka ruajtur të njëjtin titull në film, dhe kjo shpesh konfondon. Por sigurisht ka disa kategori vizitorësh, ka nga ata që janë shumë të informuar dhe sigurisht që e din, ka të tjerë që vinë këtu për të informuar edhe nuk ka më bukur se sa t'ju a theme këtë gjë. Dhe këtu kemi pra bashkëpunim pallat, është Fehim Ibrahimi? Po, në fakt me Fehim Ibrahimin, Ismail Kadare ka një histori të gjatë bashkëpunimi, ata kanë qenë bashkëpunëtor shumë të mirë me njëri tjetrin. Ndër të tjera, për shembull, Ismail Kadare ka shkruar libretin e baletit Kënga e 10 e Gjergjelis Alis, muzika e të cilit është kompozuar nga Fehim Ibrahimi, që është në fakt një nga muzikat epike shumë të rëndësishme të trashëgimit son. Shumë interesante kjo kinema me karriget origjinale. Kjo është ajo që ju thash, është një mini kinema me karrige prodhimi vitit 80. Ne i kemi marrë nga Muzeu Historik Kombëtar dhe jemi shumë të gëzuar në fakt që
kemi arritur të improvizojmë të sallë të vogël kinemaje në të gjithë frymën e kohës. Kur është ndërtuar apartamenti, ashtu janë dhe këto mobile, që ndonë se nuk kanë qenë origjinale të apartamentit, sërish janë origjinale të kohës, edhe patjetër që është gati e pamundur që të mund të kesh absolutisht, le të themi, një numër kaq të madh karrikesh për të çuar në vend një lloj funksioni të ri që do t'i japësh një hapësire. Kështu që ne kemi gjetur këtë zgjidhje edhe kushdo që vjen në fakt e ndjen atë emocionin e madh, ata që i kanë pasur ndjen emocion dhe ju kthehen kujtimet e shtëpive të tyre. Ata që nuk i kanë pasur, për shembull kur vin familja me prindër, i thonë shiko se kështu i kemi pasur dhe ne dhe është shumë e bukur ndjesia e tyre.